Si të arrim muraqaben, mbikëqyrjen e Allahut, cilat janë punët dhe veprat. Atëherë, muraqabe, ose mbikëqyrja e Allahut, është ndryshe themeli i ihsanit. Ihsan është përsosja e adhurimit. Me adhuru Allahun si kur ti e sheh atë, edhe pse ti nuk e sheh atë, ai të shikon ty. Dhe kjo arrihet duke i zbatuar urdhrat e Zotit gjithësisë, duke qenë korrekt me namazet, me shtyllat tjera të Islamit, duke bërë sa më shumë punë të mira. Nuk dëgjon për një punë të mirë vetëm se e bën ato. Çdo punë që e do dhe e pëlqen Zoti i gjithësisë. Dhe me lejen e Allahut lartësuar arrihet tek kjo grad e imanit, që është grad tepër e lartë. Sidomos pjesa e parë, me adhuru Allahun si kur ti e sheh atë. Kjo është pra maja. Por nëse robi nuk e arrin dot këtë grad, atëherë grada e dytë, që edhe pse ti nuk e sheh të madhin Zot, pra e ndjen veten tënde se Allahu i lartësuar më mbikëqyr, Zoti i gjithësisë më shikon. Dhe ke për ta përjetu imanin, ke për ta përjetu namazin, ke për të përjetu punët e mira që bën. Elusim Allahun e lartësuar që na e mundësoj ta adhurojmë Allahun sikur e shohim atë, edhe pse ne nuk e shohim, ai na sheh ne. Elus Zotin e gjithësisë që të na e mundësoj xhenetin në botën tjetër. Amin. Selam aleikum hoxh. Pse nuk mund të lidhem me Zotin si më parë? A më jep një këshill? Wa aleikumus salam wa rahmetullah. Allahu i lartësuar thot në surën El Ankabut, në ajetin e fundit të kësaj sureje, e ata të cilët përpiqen për çështjen tonë, sigurisht ne do t'i udhëzojmë drejt udhëve tona. Ajo që kërkohet prej çdo njërit, pra prej nesh, është që të përpiqemi, t'i zbatojmë urdhrat e Zotit gjithësisë, t'jemi korrekt me namazet, të ndalemi prej harameve, të bëjmë sa më shumë vepra të mira, pra je korrekt me namazin. Aty në sejdë, përgjërohu Allahut të lartësuar, lutet madhin Zot. Mundohu që vazhdimisht me përmend Zotin e gjithësisë. Dhe me lejen e Allahut të lartësuar, do ta ndjesh ëmbëlsinë e besimit në zemrën tënde më shumë se sa më parë. Allahu të rujt. Hoxh, si të mos bëhem thot për tac. Përtoj thot shumë, për shumë gjëra, por është dhe lodhja mendore ndonjëherë. Për tacia, çdo njeri në veten e tij dëshiron rahatin. Pra njeriu është i prirur për rahatin. Në disa raste bashkohet edhe cytja e shejtanit, i cili nuk do që njeriu të përparojë, nuk do që njeriu të jetojë i lumtur dhe e shtyn drejt përtacisë. Gjithsesi unë të këshilloj, nëse është çështje për shembull për adhurimet, namazi, vepra të mira, atëherë mendo për shpërblimin e madh që ka bindja ndaj Allahut të lartësuar. Mendo për xhenetin e Zotit gjithësisë, kënaqësia e Allahut të lartësuar. Nëse nuk bëhesh i shkathët për ta kryer adhurimin, atëherë kujto edhe dënimin. Kujto edhe dënimin që i pret njerëzit të cilët pra e kundërshtojnë të madhin Zot, nuk i zbatojnë urdhrat e Zotit gjithësisë. Se njeriu pra ose merr vesh me të mirë ose me të keq. Dhe ne patjetër dëshirojmë të mirën. Krahas kësaj, mundohu që një punë të cilën e bën, pra
të mendosh anët pozitive të saj. Pra, do shkosh në punë, inshallah do të fitosh, do ushqehesh, do të sosh nevojat e tua. Shkon në shkollë për të mësuar, nëse ndjen përtatësi, mendo që inshallah do ta krysh me sukses. E pastaj inshallah do të lehtësohen gjërat, do të jetë më bukur. Për çdo gjë, pra mendo anët pozitive. Dhe gjithmonë demoralizmin, pesimizmin këto luftoj. Nuk duhet të kenë pjesë në jetën tënde. Të këshilloj patjetër me qenë korrekt me namazet. Namazet me i falë në kohë. Imagjinoje ti me fillu ditën me përmendjen e Zotit Gjatësisë, me namazin e sabahut. Po është mirësi e madhe. Tër ditën ndjen gjallëri. Namazet me i falë në kohë. Po ashtu me bo dhikrin e mëngjesit, dhikrin e mbrëmjes. Dhe mos harro atë porosin që i dha profeti alayhis salam, Aliut, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, dhe Fatimës, vajzës së tij, Zoti qoftë i kënaqur prej saj, që para se të flinin gjumë, të thoshin 34 herë Allahu Akbar, 33 herë Subhanallah dhe 33 herë Elhamdulillah. Prandaj unë këshilloj çdo njërin që ta bëj këtë dhikër para se të flejë gjumë. Allahu ju rujt. Deri në çfarë kohë mundet njeriu me fal Yatsin me zgjat? A mundem me fal edhe në pjesën e dytë të natës? Duhet ta dim që namazet, pra inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, namazet janë obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Koha e Yatsis fillon nga momenti ku humbet shiriti i kuq në horizont, pra që bëhet errësirë plot deri në mesin e natës. Normal, nëse ke xhami pranë, pra me fal në xhami, me fal me xhamat. Për ndryshe, pra nëse nuk janë mundësit, atëherë deri në mesin e natës, pra para kësaj fale Yatsin. Allahu ju rujt. Nëse ndodh që të kazon gjumi, ose pra e ke harru, në momentin që zgjohesh, ose e kujton, e fal. Allahu ju rujt. A është magji futja e thikës në arkivol? Këto janë bestytni, besimet kota, larg këtyre bestytnive, larg besimeve të kota. Muslimani varroset me qefin, jo me arkivol. Profeti alayhis salam është varros me qefin. Shokët e tij janë varros me qefin. Muslimani varroset me qefin. Futja e diçkaje, thik apo bestytni tjera larg këtyre gjërave. Ajo që i bën dobi të vdekurit është lutja për ta. Po lutje për to, jep sadaka për shpirtin e tij. Këto inshallah i shkon shpërblimi. Dhe sa më larg bestytnive, sa më larg besimeve të kota. Allahu ju rujt. Me sa vakte në ditë mund të vazhdojmë me u fal për fillestar? Me 5. Allahu ju rujt. Elus Allahun e lartësuar që çdo njërit t'ja mundësoj ta fal namazin. Është shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme mbas shahadetit. 5 janë obligim për besimtarin. Po normal, ai njeri i cili fal 2 vakte është më mirë se sa ai që nuk fal fare. Pra me fal sabahun, me fal Yatsini më mirë se ai që nuk fal fare. Me fillu, dhe lutet Zotin e Gjatësisë të ta mundësoj t'i falësh të 5-ta. Ku ka më mirë se sa me fal namazin? Por një njeri i cili fal 2 vakte është më mirë se sa ai që nuk fal fare. Pra fal sabahun, fal Yatsin, e fillon ditën me namaz, e mbyll me namaz. Mirësi e madhe është. Gjithsesi, synimi 5. 5 janë obligim. A është gjuna nëse na kalon orari namazit të sabahut dhe nuk na del gjumi? Nëse i ke marrë shkaqet, ke dhënë alarmin ose i ke thënë dikujt të dëgjoj dhe nuk të ka dalë gjumi, atëherë nuk ka problem inshallah, sepse kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam se është ngritur lapsi ndaj 3 personave. Ndërta, personi që është në gjumë derisa të zgjohet. Në momentin që zgjohesh, e fal sabahun,
Gjithsesi, njeriu duhet t'i kushtoj rëndësi, të vër alarmin, t'i thot dikujt ta zgjoj, gjumin me merak, me lut Allahun e lartësuar mos me të privu nga kjo mirësi, se namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara. Por nëse, ke qenë gjumë, ose e ke harruar në momentin që zgjohesh, ose e kujton, e fal namazin. Hoxh, dua të filloj namazin dhe mos ta lë kurrë. Më thuaj diçka që të më kujtohet dhe mos të përtoj. Gjithmonë dije se namazi është lidhje me krijuesin e gjithësisë. A do që të harruash këtë lidhje? Kujdesu për namazin. Kujtoje gjithmonë që është porosia e fundit që kalon profeti alayhi salam. Duhet me e çunë vend. Namazi është puna më e mirë që mund të bësh. Puna e parë për cilën do të pyetesh ditën e gjykimit. Vazhdimisht kujtoje që është puna e parë. Nëse namazi kalon me sukses, lehtë janë çështjet tjera. Kush i fal 5 vakte të namazit i premtohet xheneti. A e do xhenetin? Fale namazin. Falja e namazit është shkak që të mundësohet ditën e gjykimit në xhenet me pat madhin Zot. A e do këtë mirësi? Fale namazin. Burri punon 8-4, pas pune pret të fal akşam yaci, mësim pas yacie, vjen në shtëpi në 11, si e gjykon. Të këshilloj t'i flasësh bashkëshortit tënd, t'i thuash se ka detyrime edhe ndaj familjes së tij. Hoxh, kam një shok musliman që do të më konvertoj, thot me zor. Po këto kohë mi ka hyp nervat, thot keq fare. Ata raf, thot? Jo, mos ke pse raf. Konvertohu. Elu Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj ta pasosh të vërtetën. Në Islam nuk ka dhunë, nuk ka imponim. Pra nuk është çështje me zor. Feja është bindje. Unë të këshilloj që të lexosh për Islamin. Të lexosh për Islamin dhe ta lusësh Zotin e gjithësisë, Allahun e lartësuar, krijuesin e universit. Ta lusësh që të ta mundësoj ta pasosh të vërtetën. Çështja nuk është pra as me dhunë, as me imponim, është bindje, Kështu që unë të këshilloj të lexosh, ta lexosh Kur'anin, ta lusësh Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj ta pasosh të vërtetën. Pastaj çështja e rrafjes, e dhunës, e nervave. Ne si musliman kemi jetuar në vendin tonë në paqe me njëri tjetrin. Pra me muslimanët, me jo muslimanët, pra në Shqipëri flas. Kemi jetuar me njëri tjetrin në paqe, secili ka besimin e tij. Patjetër që diskutimi, dialogu, pra kanë ekzistojnë. Por Islami na mëson që të bëjmë mirë jo muslimanëve. Na mëson të lutemi për udhëzimin e tyre. Na mëson të kemi marrëdhënie të mira me ta. Kështu që unë të këshilloj, pra që ti të lexosh, të studiosh dhe ta lusësh Zotin e gjithësisë të ta mundësoj ta pasosh të vërtetën. Ndërsa në Islam, në Kur'an është pra ajet që Zoti i gjithësisë thot la ikrahe fi din, nuk ka imponim, nuk ka dhunë fe. Zoti të dhënë të mirësi. Thuaj amin. Selam aleikum, a bëjmë gjunah kur ngrihemi me fal mëngjesin dhe nga njëherë falim vetëm farzin. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Farzi është detyrë. Falja e sunnetit ka shpërblim të madh. Pra për shembull, sunnetet e sabahut janë më të mira se dynjaja dhe çka kanë të. Pra më të vlefshme. Profeti alayhi salam sunnetet e sabahut nuk i ka lënë. Sikur ka qenë në vendin e tij, sikur ka qenë në udhtim. Gjithsesi nuk janë detyrë, por kanë shpërblim shumë të madh. Dhe unë të këshilloj që me i kushtu rëndësi. Sunneteve, pra që janë sunnetet e rregullta. Edhe sunneteve tjera, por sidomos sunnetet e rregullta.
A mundem ta fal vetëm një rekat vitër në jaci, pasi që jam thot 7 zanë dhe lodhem. Vitri mund të falet edhe një rekat. Pra e pak të gjë një rekat. Kështu që mund të falësh një rekat. Normal, më e mira është 3, 5, po më e pak të një. Lusë Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj 7 zanin, lusë Zotin e gjithësisë që të ta pranoj namazin, ndërsa përsa i përket namazit natës, fillon nga mbasjatësis deri para sabahut. Kështu që ke mundësi, përderisa lodhesh, atëherë mund ta falësh me njëherë mbasjatësis, Allahu ju rujt. Si mund me fal namazin? Shumë e thjesht. Të këshilloj të shkruash në Google falja namazit për fillestar. Të del kjo fletpalosje. Shkarkoje në telefon dhe ti tregon veprimet që bëhen gjatë namazit shumë thjesht. Fjalët që thuhen namaz nuk i di, i lexon aty, nuk ka asnjë problem. Derisa të mësosh, nuk ka problem. Allahu të rujt, Allahu ta mundësoft me fal namazin. Çdo ditë i lutem Allahut për mbarësi, s'po më ecën asgjë thot. Çfarë të bëj? Të këshilloj për 2 çështje. E para, ushqimin me të cilin ushqehesh. Është halal. A e fiton halal. Po ashtu, çështja tjetër, lidhjet me farefisin. Sheshoj nëse ke probleme me ta. Mundohu të ruash lidhjet me farefisin. Sepse, ruajtja e lidhjeve farefisnore është shkak për shtimin e bereqetit. Mundohu me bo sa më shumë istighfar, kërkim falje, me u pendu tek Allahu i lartësuar, me heqdor prej mëkateve, me zbatu urdhrat e Zotit gjithësisë, me fal namaz, me respektu prindrit, me bo vepra të mira dhe sa më shumë lutje. Dhe duhet ta dish se lutja për besimtarin është gjithmonë mirësi. Për shkak të asaj lutje që ti bën, Zoti i gjithësisë ndoshta të ruan nga një e keqe që do të godiste. Ndoshta Allahu i lartësuar për shkak të kësaj lutje që ti bën, të jep diçka më të mirë. Ndoshta Zoti i gjithësisë mbas një kohe të realizon ato që ti kërkon. Ndoshta Allahu i lartësuar këtë lutje ta rezervon mirësi për ty në botën tjetër. Pra ti asnjëherë nuk je i humbur me lutjen. Kështu që vazhdimisht lute Allahun e lartësuar, fal namaz, lute Zotin e gjithësisë, nuk i dihet ku është hajri. Dhe 2 çështjet mos i harro. Halalin, synoje vazhdimisht, ruaju nga haramet, ruajtja e lidhjeve farefisnore. Elus Allahun e lartësuar që të ta lehtësoj çdo gjë, të t'jap mirësi begati dhe të ta mundësoj i madhi Zot mirësi të botës tjetër, xhenetin. Amin. Si të jemi më të qëndrueshëm në fenë e Allahut? Prej mirësisë madhe të Allahut lartësuar dhe mëshirës madhe të Zotit gjithësisë është që shkaqet e qëndrueshmërisë në fe na i ka bërë të qarta në Kur'an. Na i ka bërë të qarta në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Prej shkaqeve që na bëjnë të jemi të qëndrueshëm në fenë e Zotit gjithësisë është kapja fort pas Kur'anit. Me lexu Kur'anin, me meditu në fjalët e Allahut lartësuar, me lexu në Kur'an historitë e profetëve para nesh, historitë të cilat na mbushin plot besim dhe bëhen shkak që ne të jemi të qëndrueshëm në fenë e Zotit gjithësisë. Me fal namazin është shkak tjetër me qenë korrekt me namazin. Është shkak që të mban të lidhur fort me Zotin e gjithësisë. Me përmend Allahun e lartësuar shumë, me bë dhikr.
është shkak që të bëhesh i qëndrueshëm, të bëhesh e qëndrueshme në fejnë e Zotit gjithësisë. Me bo sa më shumë lutje Allahut lartësuar, sepse dhe profeti alayhi salam shpesh thoshte ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, boje zemrën time të qëndrueshme në fejnë tënde. Këtë lutje me e bo vazhdimisht, me u shoqëru me njerëz të mirë, me e zjedh shokun, motër e nderuar me e zjedh shoqen. El mar'u ala dini khalilihi, njeriu është në fejnë e shokut të tij. Le të shikoj çdo njëri prej jush se me kënd shoqërohet. Kështu që me e zjedh shokun që të nxit për punë të mira. Me e zjedh shoqen që të nxit për punë të mira, me adhuru Allahun, me bo vepra të mira. Me lutem Zotin e gjithësisë që të na bëj prej atyre që kanë qëndrueshmëri në fejnë e Allahut lartësuar. Shpesh lutjen ja muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik, o rrotulluesi zemrave, boje zemrën time të qëndrueshme në fejnë tënde.